Është një projekt madhor për kryeqytetin që jemi duke punu kohë gjatë, edhe sot po e përurojmë, po e bëjmë hapjen. Ishim edhe ma poshtë të kemi përveç asfaltimit, është edhe ndriçimi edhe pjesë pedonale për këmbësor. Është një aks kyç për kryeqytetin, pra unaza e brendshme, e cila ka me ndihmu shumë edhe trafikut në kryeqytet. Është një prej projekteve madhore, tash edhe kemi me bo pak një ndryshim të lëvizjes të trafikut si rezultat edhe i këtij projekti të madh, i cili do të ndihmoj shumë trafikut në këtë pjesë të kryeqytetit. Kjo është një e arritur që tregon se kur punohet, kur ka vizion, kur ka projekte, qytetarëve të Prishtinës dhe të gjithë Kosovës ju lehtësohet jeta. Ky është një prej projekteve i cili vërtet e lehtëson qarkullimin në Prishtinën tonë, por siç e tha edhe kryetari, është me rëndësi që mos të mbetet me kaq, që edhe nga niveli qendror të ketë përkrahje edhe për unazën e kryeqytetit edhe projekte të tjera madhore, të cilat janë të domosdoshme, duke filluar nga Prishtina, po edhe në nivel të gjithë Kosovës. Një projekt që po mos të ishte blokuar vitin e kaluar me ato vonesat financiare, do të ishte një projekt i vitit kaluar, por ja që punët e mbara s'mund dalin asnjëherë. Jam i lumtur për këtë projekt kapital, si shenjë ikonike e Prishtinës, sepse siç e dini, unaza brendshme e kryeqytetit zgjidh shumë probleme të brendshme të qytetit, por le ta themi qartë, pa unazën e jashtme të kryeqytetit, Prishtina ende është mango. Atë që kemi zotuar tashmë si pjesë programore, e rizotojmë edhe një herë. Pra, po do të mbështesim unazën e jashtme të kryeqytetit, do të mbështesim kredin afatgjate dhe do të mbështesim gjitha projektet kapitale në komunën e Prishtinës.